se qunat vazhdimisht po pyesin se ku dëshiron dalësh ludo, ose qoftë që jemi angazhuar edhe unë labin këtë lloj pjese. Ne kemi ardhur gjithë këtu që përveç se t'japim vlerat tona, ne po ashtu komentojmë edhe lojën e të tjerëve se çfarë do të bëjmë gjatë gjithë ditës. Patjetër. Ajo që kemi komentuar ne te pjesa e çunave është se duke marrë parasysh që Klodi është shumë strateg dhe Klodi e kupton shumë mirë mentalitetin ku ndodhemi ne, dhe se çfarë do thotë afrimiteti në mes dy meshkujve dhe sa i afërt është këtu në mentalitetin ton, afrimiteti ndërmjet dy meshkujve dhe kur kalohen disa bariera si keq kuptohet. Në rastin konkret, Klodi dhe Londrim, ne thjesht kemi komentuar pjesën që ata të dy ose kanë përdor skemën e lojës që t'jenë më afër në mënyrë intime njëri me tjetrin për t'u bërë viral, për të thyer disa tabu këtu, për të ecur në lojë, ose e dyta, ata realisht mund t'jenë në një orientim tjetër seksual, po e kanë vështirë ta shprehin se e kanë parasysh në një vend me tabu që ne ekzistojmë. Dhe në rast se është kjo e dyta, unë i them, që këta kanë ardhur në vendin e duhur që të shprehin veten se formati Big Brotherit është një vend ku i ndihmon njerëzit në vështirësi që ata kanë. Bravo. Dhe nuk po e gjykoj që bëjnë gabim në rast se është versioni i parë, se është e drejta e tyre, është loja e tyre. Ne jemi këtu thjesht për të komentuar, për të demaskuar, për të përdor strategjit tona për të ecë në lojë, sepse unë personalisht si Alba nuk kam ardhur këtu që në lojë të ecë nëpërmjet romaniciteteve reale ose false, kam ardhur që të dëshmoj aftësitë e mia dhe një nga aftësitë e mia është analiza ime kundrejt banorëve të tjerë në lojë.